Kafeja turke, më shumë se një pije, është një traditë që jeton prej shekujsh. Kafeja turke nuk është thjesht një mënyrë për të nisur ditën. Ajo është një trashëgimi kulturore, një simbol mikpritjeje dhe një art që përgatitet me kujdes të veçantë që prej shekullit të 16. Kjo lloj kafeje përgatitet ndryshe nga të gjithë të tjerat. Bluhet shumimët, zihet ngadalë në një enë të vogël të quajtur gjezve dhe nuk filtrohet. Shërbehet me gjithë llumin në fund dhe ka një shije të fortë e karakteristike. E përhapur fillimisht në oborin e sultanëve Osman, kafeja turke u bë pjesë e përditshmërisë në shumë vende të Ballkanit dhe lindjes së mesme. Në vitin 2013, ajo u njoh zyrtarisht nga UNESCO si pjesë e trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Por kafeja turke nuk pihet vetëm për shijen. Ajo shoqërohet dhe me traditat e veçanta si leximi i fatit në filxhan, pas pirjes, dhumi i kafes përdoret për të parashikuar ngjarjet e së ardhmes, në një ritual të lashtë që vazhdon dhe sot. Një tjetër zakon interesant është ai kafes me kript në fejesa, ku nusja e ardhshme i shërben djalit kafe të kripur për të parë se sa i durueshëm është ai. Nga Stambolli në Tiranë, nga Sarajeva në Athinë, kafeja turke mbetet një mënyrë për të krijuar lidhje, për të ndarë histori dhe për të ruajtur një traditë që ka rezistuar kohës. Në një botë që ndryshon me shpejtësi, ndoshta pikërisht kjo kafe tradicionale na kujton të ndalemi për një çast dhe të ndajmë një filxhan me njëri tjetrin.